Të nderuar besimtar, vazhdojmë me lejen e Zotit me hutbet tona të titulluara Më i miri i njerëzimit. E padyshim që bëhet fjalë për të dërguarin e fundit Muhamedin alayhi salatu wassalam. Kemi folur për gjendjen e popullit para se të vinte Muhamedi alayhi salam si profet. Treguam për lindjen e tij, për sprovën e vdekjes së babait të tij, e më pas vdekja e nënës e gjyshit. Folëm për fëmijërinë e pejgamberit alayhis salam, se si ky profet u angazhua me punë, duke mos ju bë barr xhaxhait të tij. E më pas në rritjen e tij filloi pejgamberi alayhis salam të merrej me tregti, e në moshën 25 vjeçare u martua me Hatixhen, Allahu qoftë i kënaqur me të. Pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të arrinte në moshën 40 vjeçare, filloi të veçohej pak nga populli i tij, duke u ngjitur në një kodër e duke qëndruar në një shpellë për disa ditë dhe disa net. Veçohej Muhamedi alayhis salam për të medituar rreth asaj çka vepronin banorët e Mekës, kurse si nuk ishte dakord me idhujtarinë e tyre, të cilët banorë adhuronin idhujt së bashku me Allahun e lartësuar. Edhe pse e njihnin që Allahu ishte Zot krijues, pra që kishte krijuar çdo gjë, ata sërish adhurimin, lutjen ja drejtonin idhujve të tyre. Në moshën 40 vjeçare do të ndodhi një ngjarje e madhe, pas të cilës ngjarje muslimani i cili dëshiron vërtet të jetë në petkun e devotshmërisë duhet t'i hapi sytë dhe veshët mirë dhe të dëgjojë, se çdo gjë që ndodh pas moshës 40 vjeçare të Muhamedit alayhis salam, vetëm se është fe, vetëm se është din, dhe vetëm se është iman, dhe vetëm se është devotshmëri. Dhe duhet të ndiqet Muhamedi alayhis salam në çdo hap pas moshës 40 vjeçare. Pejgamberi alayhis salam, duke qëndruar në shpellë, i vetëm, në errësirën e natës, në mesin e kodrinave, në këtë shpellë do t'i ndodhi një ngjarje e madhe. Ishte muaj Ramazan. Ishte dita e hënë, apo nata, pjesa e natës së hënë, në natën e Kadrit. Ndërkohë që Muhamedi alayhis salatu wassalam po qëndronte në shpellë në errësirën e natës, në të shfaqet një njeri, i cili e shtrëngon nga pas Muhamedin alayhis salam duke i thënë Iqra, lexo. Paramendoje këtë skenë, paramendoje veten ti edhe unë, në mesin e kodrave në një shpellë, pa drita, pa telefona, pa televizion, pa asgjë, i vetëm në këtë shpellë, të vjen dikush dhe të shtrëngon nga pas, sikurse po të urdhëron, lexo. Dhe Muhamedi alayhis salatu wassalam, ky burr i madh, i drejtohet me sinqeritet duke i thënë, po unë nuk di të lexoj. Atëherë ky person, sikurse po don dhe një herë t'i japi urdhër këtij njeriu Muhamedit alayhis salam, e shtrëngon atë sërish, madje më fort se herën e parë, dhe i thot Iqra, pra po të urdhëroj lexo. I thot sërish Muhamedi alayhis salam, unë nuk di të lexoj. Atëherë për të tretën herë, duke e shtrënguar akoma më fort, i thot Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Iqra wa rabbukal Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. E krijoi pra Allahu njeriun prej një gjaku të ngjizur. Iqra wa rabbukal akram,
lexo se Zoti jot është më bujari. Alladhi alama bil qalam. Lexo thot, është ai i cili ja mësoi njeriu të shkruajtur. Allama al insana ma lam ya'lam. Lexo në emrin e Zotit tënd, i cili ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Lexo. Kjo është krye fjala e ummetit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Iqra, lexo o musliman. Çka do me tregu Allahu subhanahu wa taala se ky ummet është ummet i leximit. Ky ummet është ummet i shkrimit. Ky ummet është ummet i dijes. Ky ummet është ummet i librit dhe i përparim. Një pikpyetje e madhe, të cilën është turp për ne që t'ja bëjmë këtë pyetje vetes tonë. Sa lexon ti edhe unë o musliman? E pastaj ankohemi se muslimanët kanë mbetur të prapambetur. Muslimanët nuk kanë shkencëtar, nuk kanë dietar e kështu me radhë. Pse pra, pse nuk kanë? Sepse ne kemi harru. E kemi neglizhu urdhrin e parë të Zotit të gjithësisë. Si e krahasonte një dietar, thonte, në secilën shtëpi të njerëzve ka nga një kuzhinë. Pse? Se duhet me ngop barkun, se ndryshe nuk jeton dot. E në shtëpia tona, a e kemi një lom të posaçme për studim? Vallahi Zoti e din gjendjen tonë. Ndoshta dikujt as si ka shku në herë në mend që duhet me e pasi lom vetëm me studiu. Allahu subhanahu wa ta'ala e urdhëron Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me anë të melekut Gjibril dhe i thot, Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo në emrin e Zotit tënd i cili të krijoi. Paramendoje gjendjen i vetë Muhammedi a.s. në të shpellë, friksohet shumë. Njeri ishte edhe ai sallallahu alaihi wasallam. Friksohet shumë Muhammedi a.s. dhe kthehet me nxitim në shtëpinë e tij, duke u dridhur nga frika, nuk e din çfarë po ndodh, çfarë po bën vaki, vallë, çfarë është duke ndodhur. Kthehet në shtëpinë e tij Muhammedi a.s. Mirë po në shtëpi e kishte një grua e cila e njihte mirë bashortin e saj, një grua e cila ishte mbështetësja më e madhe e burrit vet, dhe jo tallësja, nënshmusja dhe pengusja e burrit saj. Kthehet Muhamedi a.s. në shtëpi dhe i thot bashortes së tij, më mbulo. Nuk ishte në gjendje as me ja përshkruajt çfarë i kishte ndodhur, shkaku i frikës të cilën e kishte kapluar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, gruaja e mirë i jep kurajo burrit të saj. Dhe të tilla duhet të jenë gratë edhe sot, që burrave të tyre t'u japin kurajo për punë të mira dhe jo kurajo për punën e keqe. Çka i thot Hatixha, Allahu qoftë i kënaqur me të, pejgamberit alayhis salam? I thot, vallahi, ty nuk të humbet Zoti kur. Pra mos u frikso o burri im i dashur, se ty nuk ka për të humbë Allahu asnjëherë. Pse? Çfarë dinte Hatixha për Muhammedin alayhis salam që po i thot nuk të humbë Zoti? I dinte disa cilësi dhe disa virtytet larta. I thot, ti je i ndershëm. Pastaj i thot, je bamirës. Ti kujdesesh për jetimin, i ndihmon të varfrit, respekton mysafirin dhe ti nuk gënjen asnjëherë. Pra ti je një njeri me karakter të lartë. Wa innaka la'ala khuluqin adhim, tha Zoti. Me të vërtetë që ti o Muhammed je në një shkallë të lartë të moral. E si ta humbasi Zoti një njeri i cili është në shkallë të larta të moralit? Hatixha, Allahu qoftë i kënaqur me të, pasi pejgamberi alayhis salam u shqetësu, i tregon Hatixha
Muhamedit a.s. për një djalë të xhaxhait saj, i cili kishte dituri nga librat e mëhershëm, nga Teurati dhe nga Ungjilli. Quhej Waraka bin Naufel. Dhe vendosin së bashku që të shkojnë të takojnë të njëri të ditur. Pra merë mësim o musliman. Kur pyet dikë për fenë e Zotit, mos pyet lart e poshtë. Hoxha prezenti do të pyet gjithë xhamatin. Po ti a e ke hoxhën? Për çka e ke vendos hoxhën aty? Dali hoxha mbrapa, edhe dilti përpara, dal dikush tjetër para. Nuk është problem kjo gjë. Po kur të pyetësh dikë, pyet atë kompetentin. Kur je smura, pyet doktorin apo pyet gruan e lagjes, burrin e lagjes. Po normalisht do shkosh ke doktori, sa ai din atë punë. Kur do ndërtosh shtëpinë tënde, a do pyetësh një person i cili merr vesh nga inxhinieria, apo do pyetësh nga një që s'merr vesh? Po do pyetësh atë që merr vesh, të shemet, të prishet. Shkojnë tek ky person dhe ai e pyet Muhamedit a.s. Dhe i thot, tregom çfarë të ka ndodhur. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja shpjegon ngjarjen. Atëherë i drejtohet ky person i ditur dhe i thot, ai i cili të ka ardhur ty në shpellë është meleku Xhibril, i cili ka ardhur edhe tek profetët më herë me shpalljen e tij. Dhe këtu i thot një fjalë të madhe, një fjalë e cila e habit pejgamberin a.s. Çfarë i thot? Waraka, duke qenë se ishte i shtyrë në mosh, i vjetër, po i drejtohet pejgamberit a.s. dhe po i thot, as si kur të isha i ri dhe i fuqishëm, që në momentin që populli jot do të përzej ty nga vendi jot, unë të kisha mundësi me të ndihmu ty. Si kur të isha i fuqishëm dhe të ndihmoja, pejgamberi a.s. po habitet, ishte fillimi i shpalljes, dhe po i thot, a do nxjerri mu populli im nga vendi im, nga shtëpia ime, nga toka ime, nga vendi ku unë linda, nga vendi ku unë rrita? I thot Waraka, i cili kishte dituri nga pejgamberët e mëhershëm. I thot, çdo njeri i cili ka ardhur me këtë që po vjen ti, pra me fenë e Zotit, me të vërtetën, vetëm se e kanë nxjerr nga vendi i tyre, ose vetëm se i kanë bërë zullum. Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij po lajmërohet që do ta nxjerrin nga shtëpia. Në vendin e tij po lajmërohet që do ta nxjerrin nga vendi i tij. Dhe e tillë është feja e Zotit. Ti edhe unë si musliman do të sprovohesh. Ti edhe unë si musliman do të kesh sprova të ndryshme, o bo filani dhe o bo filanja, o bon ata dhe o bon këta, hajtë dilni nga këtu. Si i tha babai Ibrahimit a.s. birit vetë, tha lene fenë e Zotit, ose do të nxjerr nga shtëpia, ose ka me të vra fare. Prandaj e men, kjo është feja e Zotit, e cila të përball me sprova dhe me fitne të ndryshme. U kthy Muhamedi a.s. me bashortën e tij në shtëpinë e tij. Dhe do të vazhdoi jeta e Muhamedit a.s. Por gjithmonë në merakun çfarë po ndodh. Për një periudhë të caktuar do të ndërpritej shpallja. Kanë thënë për 40 ditë u ndërpre shpallja e Zotit, pas 5 ajeteve të parë. Dhe kjo periudhë e ndërprerjes së shpalljes i shërbeu shumë Muhamedit a.s. për ta marrë veten. Ai shumë ishte friksu Muhamedi a.s. Vallë, çfarë është duke ndodhur? Mirë po, një ditë prej ditësh, teksa Muhamedi a.s. po kalonte në një lugin, e dëgjoi një zë, i cili i foli, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Shikon nga para, nuk pa asgjë. Shikon nga pas, nuk e pa askënd. Shikoj nga e djatha dhe nga e majta, sërisht asnjë njeri. Thot Muhamedi a.s. teksa e ngrita kokën lart, e pash melekun Xhibril, i cili e kishte mbulu gjithë horizontin, pra kaq
krijesë gjigande, kaq krijesë e madhe. Thot, u friksova shumë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe nxitova për në shtëpi. U futa dhe i thash familjarëve, më mbuloni, dhe po dridhej Muhamedi alayhi salatu wasalam. Nuk është e thjesht feja e Zotit, ka sprovat shumëta. Nuk e ka pas thjesht Muhamedi alayhi salam me përballu shpalljen, sa që thonë kur i zbrisnin ajete kuranore, ishte ftohtë e madhe, Muhamedi alayhi salam mbulohej nga djersi për shkak të rëndësisë dhe të barrës madhe të cilën do ta merrte përsipër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Teksa ishte i mbuluar profeti i Zotit, do të vi sërish në Gjibrili a.s. me urdhërin e Zotit. Dhe do t'i drejtohet Muhamedit a.s. me disa ajete të cilat duhet të jenë bazë në jetën e gjithë secilit. Cilat janë ato ajete? I drejtohet Muhamedit a.s. duke i thënë: Ja ejuhel muddathir, o ti mbuluar, kum fa'andhir, qohu, dhe parlamroj njerëzit, qohu dhe hape fenë e Zotit, nuk do ta mash vetëm për vete. Pastaj i thot: Wa rabbaka fakabbir, Zotin tënd madhroje, wa thiyabaka fatahhir, pastroje rrobën tënde, wa rrujza fahjur, dhe largohu nga ndyrësirat dhe nga idhujt e ndryshëm. Këto ishin ajetet, pas të cilave ajete Muhamedi a.s. edhe kur e mbyllte syrin e tij për të fjetur, zemra e tij nuk flinte asnjëherë. Nga meraku i madh që e kishte ky profet i Zotit për ta përhap dinin e Zotit. Dhe ja ku jemi sot. Dhe ja ku jam unë sot këtu, duke fol për fenë e Zotit, sabri dhe durimi dhe mirësia e atij pejgamberit të madh, i cili diti si ta përhapi fenë. Dhe ja ku jeni të gjithë sot këtu, shkaku dhe sebepi i atij pejgamberit të madh, i cili e përçoi fjalën e Zotit dhe e përçoi fenë e Zotit në mënyrën më të mirë. Prandaj thoni: Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Dhe kështu Muhamedi a.s. do të ngritej me urdhrin e Zotit, do të qohej pejgamberi a.s. dhe do të fillon të thirrjen e tij. Nga e filloi thirrjen Muhamedi a.s. A e thiri dikën nga Kina, nga Amerika, apo filloi nga Italia, nga Shqipëria? Se kështu sot, subhanallah, shumë musliman nuk janë në rregull vetë, nuk e kanë rregull familjen dhe mundohet me ndrejsh me rregullu mretin e Amerikës apo mretin e Arabisë. Po filloja, Allah të falë ke shtëpia jote. Kështu do të filloj pejgamberi selam thirrje. Dhe personi i parë i cili do ta pranoi Islamin pas Muhamedit alayhis salam ishte gruaja e tij. Ti edhe unë, bashkëshortja jote, a është në rregull? A e njeh Zotin, a e njeh fenë e Zotit, a falen namaz, a agjerim në xho, a është në rregull? Po ti nëse s'ken ngreq, s'ken rregullu bashkëshorten tënde, mos më kalo me më tregu se çka bën filani dhe fisteku. Po i kam thonë një herë, 2-3, jo, është gruaja jote, është amaneti jote, deri në fund të jetës. Derisa ta bindesh, dhe burri ka miliona arsye dhe miliona rrugë për ta bindë gruan e tij. Cilat janë ato rrugë? Gjeje ti me gruan tënde, se ti e njeh atë, ti e din si është ajo. Pas saj, pejgamberi alayhis salam do të thrasi atë me të cilin shoqërohej çdo ditë. Shokun e tij. Shokun e tij më të ngushtë. Ti rrin me dikë 20 vjet, 30 vjet, një Zot e dia i ke thonë herë o vlla, Zoti jon është Allahu. Hajde falë namaz. I thua kam shok për dreka dhe për darka, çfarë shoku i ti? Pastaj pejgamberi alayhis salam këtë amanet mall do ja japi një fëmijë të vogël. Subhanallah, një fëmijë 10 vjeçar, djali i xhaxhait i tij, Aliu, Allahu i qoftë i kënaqur me të. 10 vjeç, ky amanet kaq i madh. Dhe pejgamberi alayhis salam në këtë thirrje i kishte fshehur azi, dhe nuk dilte dot hapte azi se sa kishte filluar. Kishte frikën e përballjes me idhujtar. Para mendo ti edhe unë sot, një amanet madh me jalon një fëmijë të vogël.
diti Muhamedi alayhis salam si më ia shpjegua Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, derisa Aliu tha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dhe së fundi, një djalosh tjetër 17-18 vjeç, i cili jetonte në shtëpinë e Muhamedit alayhis salam, i quajtur Zeid ibn Harith. Këto ishin 4 muslimanë të parë: Hatixha, Abu Bekri, Aliu edhe Zeid. Dhe kështu do të vazhdoj Muhamedi alayhis salam me këto të 4 ta përhapi fenë e Zotit. Si do të shkojnë ngjarjet më vonë këto inshallah taala, nëse na e mundson Allahu, do të ndalemi në javën që do të vi. Allah në falë dhe në mëshiroj gjithë. Allah e lartësuar e bëf historinë e pejgamberit alayhis salam shembulltyr për ne. E bëf Muhamedit alayhis salam shembull i cili duhet të ndiqet hap pas hapi, çast pas çast. Allah në falë dhe në mëshiroj të gjithëve. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.